Në ditën botërore të librit, Përmeti zhvilloi një mbrëmje poetike me poezi të zgjedhura nga krijimtaria e shkrimtarit Gjiro Kastrit Odise Kote. Vargjet e autorit të 7 librave me poezi u përcollën për gati 2 orë nën interpretimin e një grupi prej 11 vetësh të rinj mësuese intelektual të këtij qyteti. Duruam zjarin që shëmbi stretën, duruam cikën që ngjethi eshta. Nuk një dojnë kohë nga koha juaj dhe në poezi unë e shpreu kush jetë kohën e ti, jetë një pjesë të vërisë të ti. Ju këtë diria dhatë në Biblin, dhe kjo është shumë fisnike dhe unike. Vetëm në përmet nuk të ndodhi që poeti, ashtu si në antikitet, të vizetojnë me publiku, të vizetojnë me lexuesit e vetë, sepse Përmeti, si pas ne, është një nga qendrat më unike të qytetarisë shqiptare. Përmeti është ndvanimi, lindja, e kolosëve të mëdhenj, vëllezërve frashëve. Të parët e mi kanë qenë komshinë e frashëve. Fuqia e librit është fuqia që ka quar përpara njerëzimit. Dhe kjo nuk është as metaforë, as një fjalë e thënë ashtu po. Më pëlqeu shumë fillimi i këtij spektakli, po quaj, sepse libri sot është në një mos kuptim, me një event, me një majtë të shkencës, si që është IT-a. Por shumë shpejt, IT-a do të bëhet bashkëpunëtore me një e libri, sepse pa librin bota nuk mund të jetojë. Ky aktivitet u ideua dhe realizua nga regjisori Pandi Duka, i cili, siç shprehet, e ka marrë frymëzimin nga poezia E humbëm librin Mikja ime. Dhe kjo poezi më ngacmoi për ta zhvilluar aktivitetin në ditën ndërkombëtare të librit, se të themi të vërtetën, libri është harruar. Jo vetëm nga fëmijët, po është harruar dhe nga të rriturit. Prandaj, duke e vënë këtë spektakël, nëse kisha këtë qëllim, të përcjellja këtë mesazh, këtë ide, mos hiqni dorë nga libri, sepse libri të pasuron jo vetëm me historinë, po të pasuron me personazhet historike, të pasuron me emocione të fuqishme. Mund të shpiket çfarë do lloj teknologjie, në fund të fundit libri ka për të ngelur tërë jetën, ai që plotëson mendjen e njeriu, plotëson emocionet e njeriu, psikologjinë e njeriu. Poeti Odise Kote, unë e lexova 2 vëllimet e tij që më solli. Në fillim, të them sinqerisht, janë poezit të cilat kërkojnë një përqendrim të thellë, sepse nuk flet teksti poezit, flet nënë teksti poezisë, dhe ky është arti i vërtet. Pra është një poezi që nuk dikton, është një poezi që të bën, të ngacmon, të ndjesh, të mendosh edhe të interpretosh. Dhe ky është arti i vërtet i poetit Odise Kote. Mund të them pa frikë që poeti Odise Kote hyn në rang të poetëve kombëtar. Në qoftë se do lexosh poezitë e tija, janë poezi të cilat përcjellin mesazhe të fuqishme, mesazhe të kohës. Ai përcjell në poezitë e tija problemet që ka sot shoqëria shqiptare, problemet sociale, probleme shoqërore, probleme psikologjike. Pra këto i përcjell publikut me një gjuhë shumë të pasur artistike. Përmes këtij aktiviteti, Përmeti i dha Kotes një venderi duke rreshtuar mes poetëve Dritro Agolli, Bardhy Londo e Xhevair Spahiu, ashtu siç u shpreh para spektatorëve edhe historiani Kastriot Bezati.